Ekzekutohet pronari i një karburanti në Sarandë, autori në Arati. Mbrëmjen e të njëjtës, një ngjarje e rëndë kriminale është regjistruar në fshatin 6 të Sarandës, ku një konflikt i përshkallëzuar me armë zjarri ka marrë jetën 66 vjeçarit Recep Ismaili, pronari i një karburanti në zonë dhe njëkohësisht kryetari i shoqatës Çamëria në Sarandë. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:30 në lokalin e karburantit vëllezrit Ismaili SHPK. Fillimisht mes disa personave ka pasur konflikt me sende të forta për motive që ende nuk janë zbardhur, ndërsa më pas situata është përshkallëzuar në përdorimin e armëve të zjarrit. Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se Recep Ismaili ka qenë në tavolinë me disa persona të tjerë në momentin kur autori i dyshuar Lulzim Tabaku ka nxjerrë armën dhe ka qelluar me një plumb në kokë, duke shkaktuar vdekje në vend. Pas të shënave, personat që ndodheshin në tavolinë me viktimën dyshohet se janë kundërpërgjigjur me armë zjarri. Nga shkëmbimi i zjarrit dyshohet se ka mbetur i plagosur dhe një person tjetër ende i pa identifikuar, i cili nuk është paraqitur për ndihmë mjekësore. Menjëherë pas ngjarjes, autori i dyshuar është larguar nga vendi i krimit bashkë me personat e tjerë të përfshirë, por edhe me personin e plagosur. Në reagimin e saj zyrtar, policia konfirmoi se autori i dyshuar është identifikuar si Lulzim Tabaku, ndërsa janë ngritur pika kontrolli dhe po vijojnë kontrollet intensive në zonë për kapjen e tij. Ndërkohë, grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë së biznesit dhe të zonës përreth me qëllim zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes dhe identifikimin e të gjithë personave të përfshirë në të. Policia ka ushtruar gjithashtu kontrolle në spitale rajonale dhe klinika private për lokalizimin e personit të plagosur, ndërsa hetimet vijojnë në drejtimin e prokurorisë së Sarandës.